Shikues nderuar të TV Mitrovicës, po zhvillojmë intervistën me aktivistin e LDK-s në Gjermani, zotëniun Emrosh Qeku, me të cilin kem bën bisedë para disa kohë rreth aktiviteteve në të LDK-s në Gjermani dhe pikpamjeve të tij për situatën në Kosovë. Tani Emroshi është njëkohësisht delegat në kuvendin e përgjithshëm të LDK-s në Prishtinë dhe po ashtu është djali i Hoxhës së heroit të kombit Sali Qeku. Do të thotë që këtë intervistë në fillim ta zhvillojmë për atë se çfarë mendoni ju lidhur me faktin që tani në LDK janë ngritur zërat që duhet të ridizajnohet marrëveshja që është bërë me blokun me Aleancën për Armërinë e Kosovës, me nismën dhe me vetëvendosjen, dhe ku mendoni se ku do të dalë kjo ide, çfarë fshihet pas gjithë kësaj ide të cilën kryetari i LDK-s e ka arsyetuar se gjithsesi kryetari i parlamentit duhet të takojë PDK-s dhe duhet të bëjmë një marrëveshje të re. Ku do të dalë kjo? Spari përshëndes televizionin TV Mitrovica dhe juve personalisht. Unë ju kisha lutë edhe i kisha sugjeru që mos të prishet marrëveshja në mes lidhjes demokratike të Kosovës, me Aleancën për Armërinë e Kosovës, me vetëvendosjen edhe me nismën. Kjo duhet të vazhdoj dhe siç është parapat që kryeministri i Kosovës të jetë zoti Ramush Haradinaj. Mos të harrojmë që lidhja demokratike e Kosovës ja ka një borç përjetësisht kryetarit të Armërisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj. Shumica e dini apo se dini, do t'ju tregoj që në vitin 2006 zoti Haradinaj me gestin e tina e bëri që presidenti historik të varroset në mënyrën siç i ka hije, në mënyrën shtetërore një burr shteti. Do me thonë, zoti Haradinaj e mbuloi turpin e Nuradin Lushtakut, i cili nuk e lejoi Gardën e Kosovës të marrë pjesë. Prandaj, jo mirënjohës, unë dhe populli i Kosovës, që zoti Haradinaj i angazhoi djemtë më të mirë të rrafshit Dukaxhinit të Kosovës edhe presidenti historik u varros në mënyrën më të mirë siç i ka hije një burr shteti. Prandaj, ju kisha lutë që dhe të vazhdoj kjo misi ku e kalon presidenti historik me Aleancën për Armërinë e Kosovës. Prandaj, i besoj që zoti Haradinaj e don Kosovën ma shumë se vetën, edhe t'i japet një shansë zotit Haradinaj ta vazhdoj punën për vendin tonë, ta çojë përpara. Po, çfarë mendoni se në rast se do të ndodhë, cili do të ishte reagimi i anëtarësisë së LDK-s në rast se do të ndodhë një koalicion PDK-LDK? Po, shumë kishte me qenë e papranueshme për sidomos për neve që jena në Mergat. Na jena shumë zhgënjym me situatën politike në Kosovë këtu te ju, edhe nuk forshojmë kurfar perspektive. Edhe perspektiven i kemi shpresat që këto 4 parti politike së bashku do të çojnë zhvillimin ekonomik dhe në integrimet evropiane. Prandaj, do t'ju japet mundësia që ky grup dhe ta krijon qeverinë e Kosovës. Përndryshe, mas miri kishte me qenë që t'jon zgjedhjet e lira, do shkojmë të ke fundit në zgjedhjet lira dhe kurse si mos bëjnë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Mirë, në qoftë se
nesër do të ndodhë, megjithatë, po mendoj do të ndodhë një propozim për redizajnim të marrëveshjes dhe si pasojë do të ndodhë prishja e bllokut. Cilla kishte më qenë reagimi i antarësisë? Ç'a mendojnë, po mendoj ju thatë që antarësia e gjerë, sipas bindjes tuaj, mendon se duhet të rrihet besnik kësaj marrëveshje. Po nëse ndodh kjo, cilat kishin më qenë pasojat për kryesinë e LDK-s e cila do ta merr këtë vendim? Çfarë do të mund ndodh me njerëzit, me anëtarët të thjeshtë të LDK-s, me strukturat e LDK-s? Po, kështu edhe ashtu Lidhja Demokratike e Kosovës, këta njerëz që udhëheqin Lidhjen Demokratike të Kosovës e kanë hup besimin te elektorati. Do me thonë, këta vinë deri te 25%, 26%, 27%. Kjo nuk është filozofia e Ibrahim Rgoves. Filozofia e Ibrahim Rgoves ka qenë që njerëz t'i afroj e mos t'i largoj. Këta në Lidhjen Demokratike të Kosovës sot nuk munde me gjetë një njerë që ka qenë përkrasje në kratë Ibrahim Rgoves, do me thonë, jo një njëru, njerëz t'ju në largu. Por kishte me qenë mirë që të afrohen, njerëz mos të bojnë dallime jo plesh dhe tri, dhe kështu ta forcojmë Lidhjen Demokratike të Kosovës që zgjedhjet e ardhshme, Lidhja Demokratike të Kosovës ta kaloj mbi 50%. Mirë, një diçka që do të është, po mendoj me interes me diskutu tani, besoj keni dëgjuar për punën e korrupsionit që ka ndodhur brenda në EULEX, ku domthonë po flitet për një korrupsion begët të madh, domthonë të zyrtarëve, të prokurorëve, gjykatësve të EULEX-it, për ta janë hapë edhe hetime e tjera. Në bazën natyrisht ky është misioni më i madh i Bashkimit Evropian, motori i Bashkimit Evropian është Gjermania, është vendi ku jeton ju. Si shikohet në Gjermani kjo që ka ndodhur me EULEX-in në Kosovë? Po, unë edhe më herët në intervistë te ju e kom pasur që nuk i besoj fort EULEX-it. Atëherë kom pasur që na e kena bani padi për Zotin Isa Mustafa edhe Bujar Bukoshin këtu edhe nuk është marrë ajo parasysh. Do me thonë këta EULEX-i këtu ka qenë i korruptu, po Gjermania nuk ka lidhje me këto aferat këtu që... Po si shihet në Gjermani, në opinionin gjerman? Në opinionin gjerman kjo është shumë zhgënyse, se ata janë shumë drejt dhe atje ekziston ligji. Dhe kur shihet që edhe EULEX-i ka ndikim në politikë këtu, atëherë ata janë shumë të mdhefasun që Kosova nuk po mundet ta krijon qeverinë, e si ta krijon qeverinë kur janë gjithë zhytur. Aty është problemi. Mirë, një prej çështjeve domthonë e cila është pritur që të zbardhet për EULEX-it është zbardhja e vrasjeve politike që ka ndodhur para gjatë mbas luftës, domthonë ku janë kryesisht aktivistë të LDK-s që janë viktima dhe që akoma zbardhja e tyre nuk ka ndodhur as për Ahmet Kasinqin, as për Tahir Zemajn, as për shumë personalitete tjera aktivistë të LDK-s. Çfarë mendoni se po ndodh me këtë mision që nuk akoma deri më tani nuk ka zbardhur asnjë prej këtyre? Kjo është shumë keq, është mëkat që EULEX-i nuk i kena pas sytë të EULEX-i që ma në fond do të zbardhen gjitha vrasjet politike që kanë qenë para luftës, mbas luftës edhe gjatë luftës. Por, siç po shihet, politika ka ndiku shumë që edhe EULEX-i mos të merr guxim që thoshin jo do t'i arrestojnë peshqit e mëdhej. Na kena mendu që do t'i arrestojnë njerëz, sepse dihet kush i ka vrarë funksionarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës,
para luftës, gjatë luftës, mbas luftës. Është turp me mendu kur dijen sendet që në Kosovë shumica e vrasjeve dijen, edhe jo njerëz në përburgje, cilët tregojnë që na jena të gatshëm, tregojnë kush janë vrasjet, por kanë frikë të tregojnë edhe nuk kanë besim të kush. Kuj mi tregu? E kanë frikën e vetë. Prandaj, na si parti politike kur gjo nuk e na bo për vllazërit tanë, për ata që janë vrasë. Na kena duft me konë ma kongullës në Parlamentin e Kosovës me ngrit çështjet e vraun, por na nuk kena kur, kena shukat, na për vetje kena mirë, neve kërkush nuk na ka vra, edhe për ato familje që janë vra, s'ka dërto. Shturp, unë i kom pa njerë për vjetorin e fundit e presidentit Rugova, gjitha ato gra veja ishin ullur në një tavolinë atje diku 10-12 gra, edhe qashin hallin e tyne, kërkush nuk shkoj me ju afru prej kryesisë qendrore, mi falimderu, mi përshëndet. Është turp, është në katë për neve. Po si duket kur po flitet për krimin edhe korrupsionin të dy gjëra të lidhura, edhe ndoshta shumica edhe vrasjeve gjatë luftës ose mbas luftës për të fshehur krime financiare. Na kemi pasur një bisedë me Saim Tahirajn në Zvicër për atë se kush e filloi luftën i pari. Ai ju përmend juve si njeriu që keni zbardhur ca fakte shumë të rëndësishme rreth asaj se kush edhe nga ka filluar lufta. Çka mundi me thonë lidhur me këtë, me deklaratën e Saimit i cili juve ju lavdron për këtë, domethënë për gjestën dhe veprimtarinë tuaj. Po ne si lidhje demokratike gjithmonë kemi punu edhe nuk kemi lavdu kur. Do me thonë, une e konsideroj vetën si kur një djalë i presidentit Ibrahim Rugova që ka shumë djemë që janë përëndim. Ne kem bledh tolla, po kur nuk kem tregu që na jena dikushja po. Po me rastin e një përvjetori, unë isha i mlefosun kur e pash zotin Mustafa ja kishte qitë dorën Bacës Rifat, edhe u mlefosa, thash që një rast po ju tregoj që Adem Jashari ka thirë Bacën Rifat minhen edhe ka lut, i ka thonë Bacë me thirë Hafizin edhe Salihin, se kena nevoj për armatim. Pasi që ishin sulmu me 22 janar vitit 1998. Kjo familje ishte halë në sy për pushtetin serb në atë kohë, edhe Salihi, Hafizi e thirin zotin Bukoshi dhe i thojnë ja përcjellin amanetin e Bacës Rifat, po këta thojnë duhet me pyet në Prishtinë. Edhe Sali, Hafizi, Shaban Bobaj reagojnë me njëherë. Jo, nuk kena nevojë me prit, edhe e bojmë një akcion ad hoc. Edhe zgjedhim një kryesi, zgjedhim komisionin për grumbullimin e mejeteve, zgjedhet Avdyl Muqiqi, zgjedhna unë e Mrushqeku, edhe Baca Selim Koca i Polacit. Edhe i grumbullojmë një shumë të mjeteve, edhe Zoti Shaban Bobaj e dërgon të Baca Rifat në Minhen, atë shumë, sikur që dijet, e ka publiku edhe Saim Tahiraj, po unë e kom marë këtu me veti, ajo është se qijet këtu, kjo është shuma, edhe është i nënshkrimi, që ju ka dhonë familje sinë. Esenca është kjo që Isa Mustafas ka doshtë me dhonë pare edhe me Jasharit, dhe ju jeni
mbledh edhe I keni mbledh sa hora 20.700 marka, të cilat, domethënë, I keni realizuar Rifat Jasharit. To janë mbledh 23.700, po 3.700 marka ju ka dhënë familjes Manxholli, ju ka plagos një vajzë aty dhe na kena pas dëshirë me ndihmu edhe asaj familje. Po na me atë jena mundu me bo një kontribut, sepse familja Adem Jasharit nuk ka pas nevojë për ndihma humanitare. Bacarifat ka punu, Gjermania ta kanë jetu shumë mirë, po ka pas nevojë për armatim edhe sidomos ta këshim financuna me kohë, me siguri isha armatos gjithë lagja edhe nuk ishë ndoshta të kjo masakër. Unë s'po them që Isa Mustafa ka qenë shkaktar I kësaj, po sikur se ti kishin dhënë mjetet me kohë, Bujar Bokoshi dhe Zoti Mustafa, me siguri ndryshe kishen reagimi I familjes Jasharaj edhe fshatit Prekas. Mirë, unë desha që publiku ndoshta me pa disa për fotografit këtu në këtë album të vogël këtu, ku është Emrosh Qeku me presidentin Rugova, se di kamera ka pastaj është këtu me Sali Berishën, ndërsa këtu me Pjetër Arbnorin, po, kryetari Parlamentit Shqipërisë, edhe ndërsa këtu me presidentin Sediu, me Ismail Kadaren, me Nekibe Kelmendin, këtu është dëshmorja Gjimçelej në fotografi. Nipi im. Edhe këtu me Rifat Jasharin, në dy bende. Po, djali I Sali Qekut, Baca Rifat. Kushëriri. Po, Kushëriri. Këtu me Recep Ismailin, Akademik Recep Ismailin. Edhe me Akademik Recep Ismailin, me Ramosh Haradinajn. Akademik Ali Aliu. Me Ali Aliun, Nekiben, prap, dhe më thonë me Ismail Kadaren, me Adem Demaqin, Jo, me Markrasniqin. Zoti Markrasniqin. Me prap me Ibrahim Rugovën. Atë që fshehun, Tahir Zema. Edhe këtu me Gania Zemin. Po, indjeri Gania Zemin në Belgjik, në Bruxelles. Akademik Nejat Dacin, me generalin Büller, me Azem Hajdarin, pëse që kamera kështu më radhë, me Sali Qekun, pra me djallin e Haxhës, me Rifat Jasharin, këtu pjesë nga protestat të organizuara, nga do doja, që ta përmbyllim të bisedë, cili është mesazhi yt për publikun në këtë kohë, në këtë vend, në këtë kohë që po kalon Kosova dhe me këto sfida që I ka përballë. Unë shpresoj që I ka ardhur fundi që Kosova dvuj nuk e ka meritu që populli I Kosovës pas 15 vite në liri tjetë në këtë gjendje. Mu më ka ardhur shumë keq kur një rast e kena pa në Francë që një person e kallë veten e nuk ka qef me ardhë në vend vetin. Na midzi kena pas dëshirë mu shliru Kosova e me ardhë me jetu këtu e mu knaq, edhe tash situata politike në Kosovë për detyron gjithë rinin mu shpraz rinia është më katë që politikajt e tonë nuk mbushen men një herë për gjithmonë, edhe mu bashku mos mu me qel firma, me qel fabrika, me punësu rinin tonë, mos me pas rinia dëshirë të migron. Jena boll jashtë, na vjen keq, po na jena dyrë auslandera, sikur këtu, sikur atje. Besoj dhe shpresoj
që qeveria më në fund të gjenë vetën edhe zgjedhet një qeveri e Kosovës dhe shpresoj që populli Kosovës më në fund ta gëzoj lirin edhe ju kisha dëshiru sukses. Po, kisha pas dëshirë mbasi për fund të ceki që une e kom këtë majice kom marrë sikur një falimderim t'ja boj Gjermanis ku une jetoj që 24 vite dhe jetojmë shumë shqiptar atje, jena mirënjohës për Gjermanin që ka bo për neve. Prandaj une e kom marrë këtë zonjën Merkel e mbajnë zemër, po edhe me zemër e du, kancelaren Gjermane dhe poplin Gjerman për të mirat që ja ka dhuru popli tem gjatë këtyre 24 viteve. Edhe jem mirënjohës, edhe popli shqiptar duhet të donë edhe të respekton poplin Gjerman si sytë e balit. Mirë, faleminderit pra. Në të ishte kë intervista me Emrush Qekun, aktivisti LDK-s në Gjermani, djali agjës së dëshmorit Sali Qeku, në cilën biseduam për aktualitetin politik në Kosovë dhe shqetësimet e mërgatës shqiptare atje. Ju faleminderit në vëmendje. Ju faleminderit.